Një libër I ri që sjell rrëfime autentike dhe fakte të mbledhura nga dora parë për jetën dhe veprën e heroit Aslan Dinaj, është promovuar sot para publikut. Autori, profesori Bestim Muhadri, përmes librit të tij, Djaloshi që lindi luftëtar, ka përmbledhur kujtime, dëshmi dhe ngjarje që hedhin drejt mbi rrugtimin e shkurtër, por domethënës të riu që u shndrua në simbol të rezistencës dhe lirisë. Në promovimin e sotëm, Muhadri tregoi më shumë rreth procesit të punës dhe rëndësisë që ka ruajtja e kujtesës historike për brezat e rinj. Aslan Dinaj është një libër që përmbledh historinë, biografinë e Aslan Dinajt, një luftëtar djalë I ri, 18 vjeçar, që ka inkuadru domosdoshmë si maturant në shkollën së mesme. Edhe pastaj që nga viti 1998 nga qershori e deri me rënien e tij në prill, në 18 prill të vitit 1999 në Bjeshtërgova, se duke përcjellur luan Limonin, tash dëshmor komi, duke përcjell për shërim në Shqipëri. Libri përmbledh intervista me bashkëluftëtarët e tij, mesin e tyre në krye domethënë me Ramush Haradinajn e Daut Haradinajn e të tjerë, sepse ka qenë pjesëtar I brigadës 132 e Sugurvalla. Emocione dhe krenari për këtë botim shprehu edhe vëllai I heroit, Luan Dinaj, I cili theksoi se libri për familjen dhe për të gjithë ata që e njohën Aslanin është një dëshmi e gjallë e sakrificës së tij. Ne si familjarë, domethënë është një ndjenjë krenarie, për shkak se vllai jon ka dhënë një kontribut për këtë liri që sot ne e gëzojmë, edhe është e mira se herë kur brezat e ardhshëm që do vinë, domethënë kanë ka më pa në domethënë vepra tina, jo vetëm e tina, po gjithë dëshmorë, sepse edhe Aslani vetëm nuk është mund të bëjë asgjë, po gjithë dëshmorën e bojnë atë hallkën zinxhirore që ne sot me jetu të lirë edhe mos më harru gjakun tyne. Ky libër vjen si një përkulje para jetës dhe veprës së tij, por edhe si një ftesë për ta njohur më mirë figurën e një të riu që në moshën 18 vjeçare u bë flamuri një ëndrre të madhe lirisë së atdheut. Edhe pse nuk pati mundësi të jetonte një rini të qetë, rrugtimi I tij u udhëhoq nga besimi I palëkundër se Kosova do të bëhej e lirë. Përmes kësaj vepre, kujtimi për Aslan Dinaj synon të mbetet I gjallë, duke frymëzuar brezat që të mos harrojnë sakrificën për liri.